Ndërkohë, 20 vjeçari, ka informacione me se merej? Nuk je të kujt e kishte makinën 20 vjeçar që ngjet një Mercedes të familjes, në fakt. Të familjes. Është kam mbaruar vetëm klasën 9 vjeçare, ka qenë një dënuar më parë, siç e thatë edhe vet, është larguar nga vendi i ngjarjes. Policia dyshon që në momentin kur ka kaluar në Portokalli për shkak të efektit të shpejtësisë që të kaloi, për shkak edhe se ndoshta edhe viktima nuk do kalonte në rrugë, në atë moment ka dhënë shpejtësisë edhe tej normave të lejuara. Dyshohet që mund të ketë qenë ose në efektin e ndonjë lëndë narkotike ose ka qenë i hutuar në aparatin celular. Ai është shprehur që ka qenë duke folur në aparatin celular, duke përdorur aparatin celular. Dy këto dyshimet janë të ngritur, po themi, sepse edhe qytetarët të gjithë kanë uluritur për të thënë që ndale makinën. Ne realisht kemi qenë, mund të themi, 200 metrë më lart te hyrja e gjykatës krime të rënda, sepse po zhvillohej një proces gjyqësor dhe situash janë dëgjuar bërtitmat e qytetarëve edhe deri në atë zonë. Ajo që bën përshtypje është që makinat nuk ndalojnë, po vazhdojnë të ecin, shkojnë punë tyre dhe qytetarët duket sikur s'japin ndihmë momentin e parë. Në fakt të gjithë banorët për rreth, ndërsa makinat shumicën e rasteve në fakt në raste të tilla mundohen të shmangin për shkak të ndonjë dëshmie, apo ka pas raste edhe një makinë e rastit në fakt që e ka marrë viktimën dhe e kanë drejtuar për në spitalin ushtarak ku edhe kanë ndruar jetë mas 2 orash nga dëmtimet të mëdha në kokë dhe në gjaks. Nga se sipas ekspertizë mjekësisë ligjore ka qenë edhe shoku traumatik ajo që ka shkaktuar vdekjen dhe thyrje të ndryshme në kokë dhe në pjesën e gjoksit. Në fakt dëshmia për djalin ka të dhëna tjera veç kësaj? Pra aksidenti ju thoni ka ndodhur për arsye të mungesës së semaforit, po ju thoni ka hyrë me portokalli. Pjesa e poshtme e makinave që zbresin për në zonën të Zogut Zi nuk funksiononte semafori, ndërsa semafori që ishte përballë, po themi në pjesën tjetër ekzistonte dhe punonte. Themi ky semafori që ndodhet në kryqëzimin e Don Boskos, po themi ky ngjitur me arkivën e shtetit nuk funksiononte. Kurse në atë moment funksiononte. Atë moment pjesa e hyrjes, po themi, pjesa Zogut Zi për te tereni ka funksionuar. Çuditshme është fakti se këtu në fakt gjithmonë rrin një punonjës policie. Në atë momentin e aksidentit nuk ka pas asnjë punonjës policie në këtë kryqëzim, sepse unë kaloj thuajse çdo ditë për shkak se e banoj diku këtu më afër dhe gjithmonë në atë zonë ka qëndruar një punonjës i policisë rrugore. Çuditërisht në atë moment nuk ishte asnjë nga ato punonjës të policisë që drejtonte atë trafikun. Por ky kryqëzim është, po themi, një nga pikat e zeza të kryeqytetit ku ndodhin aksidente të shumta. Vetëm 20 minuta më mbrapa ka ndodhur po një aksident tjetër, 2 mjetë janë përplasur dhe po gjatë ditës sotme ka ndodhur një tjetër aksident sot në të njëjtën zonë. Akorja, çfarë informacionesh kishte më shumë për